Përshëndetje miq, shikojmë pak të video. Këtu kemi disa të vërteta që duhet t'i shikojmë në sy. E para, pushteti, i cili për te intimidimit dhe shantazhit, tashmë duhet të porosisë edhe krime zgjedhore që të garantojë atë rezultat që mori. Dhe e dyta, përfaqësues së Partisë Demokratike në komisionet zgjedhore tashmë janë bërë palë me kriminalët dhe nuk garantojnë më balancën në një sistemi të vjetër ku na thoshte se partitë ruajnë njëra tjetrën. Po bëhet çdo ditë më urgjente nevoja për një reformë të vërtet zgjedhore, e cila duhet të garantojë një administratë të depolitizuar dhe një përfaqësim proporcional kombëtar. Unë jam shpresë plot se Prokuroria Speciale SPAK do të arrijë të hetojë dhe të dënojë porositësit e këtyre krimeve dhe ekzekutorët e tyre, të cilët në gjitha rastet operojnë në kufirin e hollë midis arrogancës dhe idiocisë. Faleminderit.